po besoj që investimi që është bërë këtu e ka prejkë edhe milionshin. Bash milionshin jo, po ofër 800.000. Me fabrikë, me maqina, me ketë, mujna me thonë që unë 800.000 euro. Këtë maqinën me ka dalë me një çmim thuja 250.000 euro, viç kjo. Ajo tjetra u konë një 150.000. Këtu tjera që ka pishuj që kina prunë për ketë për Zvicrës. Na marojna korniza metalike në për shtëpia, dhe u ma gjumi për shembull sallone. Marojna dirë kundër zjarrit, në biznesin tonë pagat janë shumë të mira. Edhe prapë s'ka të interesu? Nuk ka të interesu. Unë i kam 6 punëtor, sigurimet i kanë, kontratat i kanë. Metaliko Gjagji u themelu në vitin 2000. Na jena një familje prej 40 anëtare, shumica i kena në Gërbet, dikon 35 vjetë janë në Gërbet. Ata kanë shku shifte atje edhe tu pënu, i kena blet disa maqina prej atyre, kena prunë Kosovë, kena nis hap pas hapi, kapak, jena zhenenu me një pjesë këgjë më të madhe. Hapat e parë i kena pas me një vend shumë të vogël në shtëpi. Atje kena punu dikon 20 vjetë. Miqë se mi dashur, përshëndetje prej mje Lauretës. Sot kemi arë në fshatin Mushtish të komunës së Suarejkës, kemi arë të Metaliku Gjagji, kjo e cila është e vetmja në Kosovë në prodhimin e dyerve kundër zjarrit, dyerve emergjente e të tjera. Kemi me folë me Dashnor Shala, i cili ai ka me na tregu pak më shumë për punën e tyre edhe prodhimet që bëhen në këtë fabrikë. Hajde në shkojmë të takojmë Dashnorin. Përshëndetje Dashnor. Përshëndetje, mirë faleminderit. Fillimisht faleminderit që i ke hapë dyert e biznesit tënd, me bisedu pak më shumë ndoshta për gjithë punën e juaj. Faleminderit për juve që keni ardhur. Dashnor, që sa kohë ekziston Metaliku Gjagji? Metaliku Gjagji u themelu në vitin 2000, minani mas luftës. Na jena një familje prej 40 anëtare, shumica i kena në Gërbet, dikon 35 vjetë janë në Gërbet. Ata kanë shku shifte atje edhe tu pënu, i kena blet disa maqina prej atyre, kena prunë Kosovë, kena nis punën me korniza metalike ose carga. Edhe hap pas hapi, kapak, jena zhenenu me një pjesë këgjë më të madhe. Hapat e parë i kena pas me një vend shumë të vogël në shtëpi, shumë të ngushtë. Atje kena punu dikon 20 vjetë. 20 vjetë keni punu në ato kushte? Po, në ato kushte, ka në hapësinë e vogël. Si çdo biznes, pa tjetër që edhe fillimet e juja kanë qenë të vështira. Që shikujtëni ato ditë? Për shkak se ti ma i ri, për nështë edhe që të kanë tregu familjarët e tu, sot vështira kanë qenë, është prej asgjoje mu boni? Në fillim, kër u themelu, u konë daja si punëtor edhe prindi, veç 2 vjeta. Dal ka dal, tu pënu, jena zhanu, momentalisht i kemi 6 punëtor. Kemi pënu e kena pas fabrikën tjetër konë, në shtëpi, u konë e vogël, u konë e ngusht, nuk janë konë kushtet e mira, ndriçim s'ka pas, ventilim nuk ka pas, nxemje nuk ka pas. 20 vjetë kemi pënu atje, dal ka dale, i kemi plësu kushtet, jemi zhenu, kemi dalë që të hapësinën e modhe. Jemi furnizu me maqina të reja 2022-ës, teknologjia ma e fundit që në CNC, kompjuterike, thuja 75% në mënyrë automatike. Do me thot gjithë fabrika këto është e themi 75% në mënyrë automatike, që i bjen që nuk ka nevojë nështë për njerëz prezent të nkuhen këto. Mënyrë automatike onë që, për shembull kjo maqina këto, në qëtë maqina na 75% kur se përdorum qëto. Po, qëka shërben saksisht kjo? Kjo shërben për lakesat që formohet për shembull londa e parë lamarina. Po. Ta shqitonë është një thuje një 15 herë i përdorum lakesat dhe kër formohet korniza metalike romi, i përdorum me qëtë maqinën. Kjo e ka kompjuterin, këtë mosat ja japëm tonë, mo kur gjo nuk kena me prejkë. Veç kena me shni lasën, me nxerë, me sjallë, me rotlu, me dorë, shtu tjetër sen kur gjo nuk kena me bo. Dashnor, apo ka t'interesu me punu nështë këtë punë sot? A keni munges punëtorve? A ka njerës që janë t'interesu me bo këtë punë? Në vendin tonë ku jena konë Mushtisht, popullësia ka mbet shumë pak, shumica janë të iknë për Gërbet, që ta shka kanë mbet,
kanë mjetë dhuja pleq, 2-3 shka janë në moshën 18 vjeçare, normal nuk i drejt me morë në për fabrika në persane me punue. Punëtor, kam nevojë për punëtor, për nuk ka. S'po janë të interesuar ndoshta me punu. Po, pasi që e prekëm këtë temë, kjo është një problem shumë serioz domethënë në Kosovë. Po. Pse po mendon që ka shumë polak, më në rinia me dole jashtë shtetit edhe nuk po don ndoshta me punu në vendin tonë. Për shkak se këtu po besoj edhe ja kishi ofruar një kohë gjatë mirë, edhe prapë si janë të interesuar me punu. Këtu Pse polak mujnë ka shumë me dole jashtë? aty vallaj nuk e di as unë vet, po normal në biznesin tonë pagat janë shumë të mira. Edhe prapë s'ka të interesuar. Nuk ka të interesuar. Unë i kam 6 punëtor. 6 punëtor janë në ketë, me përfshi vetën edhe vllavin. 4 punëtor janë tjerë, këta janë shumë të kënaqur me rruga. Po. Sigurimet i kanë, kontratat i kanë, certifikatat e mjekut i kanë, rruga në përbonka i del, sigurimi, trusi, këtë këto firma i mbulon. Edhe po besoj që është një hapësirë pune shumë e mirë kjo, edhe për gjithë ata që janë të interesuar me punu. So ka qenë investimi këtu tash ku jeni dalë? Qitun ku jena mas pari tokën nuk e kena pas hiq. E kena ble tokën që të konstruksionin shka peshu, qitun e kena ble këtë punën që e kena bon vetë. Asë një firmë tjetër nuk ka morë punë, për shembull me kry, me maru qëton, shka peshu qëton, këtë vetë e kena maru, me konstruksion, me tokë që e kena ble, me panjela, gati këtë i kena bon alë. Veç betoni normal, tjetër kush që i ka bon. Do më thoi vetë pas keni ndërtu krejt to, po besoj makinerit e këto gjonat e tjera ka ndosh, nështë ta fare investimi ko gjatë madhë. Këtë maqinën e këto mbrapa neve, i kena ble. Po. A kushtojnë të pajisje, për shkak se po shihet që edhe teknologji, po besoj që kushtojnë pak ma shtrejt se sakën. Kjo normal që o mënyrë automatike, kjo o pak ma shtrejt se këtë tjerat, kjo diku në ka dalë me një qmim thuja 250.000 euro, viq kjo. Ajo tjetra u konë një 150.000. Këto tjera që ka pishu që i kena prunë për kejtë për Zvicrës. Do më thonë janë krejt për Zvicrës, po londa e parë, për ku sigurohet? Londën e parë e morëm kejtë për Zvicrës, londa e parë të na o La Marina, Po. edhe guma edhe baglom këto sana që na vinë kejtë për Zvicrës. Këto sana tjera, dhe i kur bëhet për shembull si që janë qëto, këto maruhen kejtë. Për shembull prejen, lakuhen, shfajsitet, edhe del romi. Unë dishta me të pyet çka keni do më thonë, çka prodhoni ju, për ata që se di. Na marojna korniza metalike për dhomë në për shtëpia, dhoma gjumi për shembull sallone. Marojna korniza metalike. Po. Kornizat metalike janë derë kundër zjarrit. Do më thonë dyert blindume Po. këto, po. Dashnar qa është kjo pajisje këtu, për qa shërben? Sefte punën e parë e bojna me qëtë maqinë. Kjo maqinë po ashtu ma e reja, thyja teknologjia ma e fundit. Këto e përdorëm për prerjen e llamarinës, për shembull qysh i kena dane sa me prej llamarin, qysh me prej, tek me prej, kryna me qëton. Njëre bojna funksionin me qëton, kur ta kryna me këto, vazhdojna me këtë tjetën. Ajo shërben për krijimin e vendit gumës, Po. që kur të mbyllë dera, me prejk njerë në gumë për mos me bon zhurëm, edhe për mi parandalu zhurëmat e tjera. Kur e kryna punë me ato, vazhdojna tek kjo, me këto thash 75% të kohës e kalojna me qëto, edhe që aty e merë formën korniza metalike ose romi. Në pomje po duket e thjesht, po ti na the që afër 150.000 euro kushton, Po. kështu që janë pajisje që kushtojnë vërtet shtrejt. Po. Po ajo çfarë funksioni? Këto e përdorëm për me maru dyrë kundër zjarrit. Dyrë kundër. Po ashtu na marojna dyrë kundër zjarrit, dyrë emergjente, dyrë antipanik, për shembull kur në për objekte në për qendra tregtare, Po. shumicën e rastëve, ajo antipanik, veç kemi shny derën, ajo qilet vetë. Po. Qëto i krijojnë aket ato, i bojnë ato lakesat
për dyrë me qëtone. Pa i se so ka kushtu për shembull. Këto e kena prunë E keni importu prej Zvicrës? Po, prej Zvicrës e kena prunë. Qysh thash, në 2000-ën e kena njësë, në 2000-ën e kena prunë edhe ata. Do me thonë ajo është prej fillimeve të Po. juja dhe po besoj. Hapat e parë në qatë maqinë. Edhe pas keni halo kështu Po. në funksion. Po. Po këto, çka janë këto? Dashur. Këto e përdorëm unë një farë pjesët të dyrët kundërzjarit, që du të mja hekë qushët me prej qyshkin e lamarinës, që kur të lakohet mu kriju qyshon dera. Okej. Pe i këtunshit të në shkën atje lakohet. Po këto, çka janë dashur? Këto janë kornizat, që shërbejnë për derë, për shembull në për apartamente, në për banesa, në për shtëpia, në për dhomat, gjumjet. Na zakonisht na çto i marojna. Këto janë në pjesën tjetra, mundesh me na prezantu një derë blindume. Po. Kjo pjesa e dytë Po. e objektit. Ajo ke pjesa e parë e objektit që punojnë gati më shumë, tonë kohën kom punojnë thyja një herë në javë ose dy herë në javë që kena punë. Këtë pjesë që këndena e përdorëm për plastifikim të materialit. Këtu na normal shka pishini që tonë tha, na nuk i bojnë këto, po i bjen të tërkush, rrethoja, dyrtoborrit, gilindjera sane. Na e bojna veç plastifikimin gjërosin. Këto nuk janë tonat. Derë kundërzjarrit, që kjo një derë kundërzjarrit që marohet e na, kjo e mushni me leshguri edhe me knauf kundërzjarrit. Po, në brendëzit saj. E rrethëm rreth, pjesa jashtë me onë ketë lamarin. Sa minuta në shtapethën kështu rezistencë bën ndaj zjarit kjo? Kjo e testu në dikon 10 minuta, e testu në që ka të qënru në flakë, që kjo dira që marohet e në. Për qa përdoret? Për çka e blejnë edhe e porosisin këtë derë, zakonisht? Kjo ma shumicën e rastëv, si kjo për shembull që e mbyllur, Po. kjo shkon kohën xhemja qendrore. Kohën kaldaja, ose në xhemja qendrore përdoret kjo. Marojnë edhe si këtu, po midis disit, xham, ajo përdoret për dyrë emergjente, që shumë kjo mbrapa. Po kjo qa është? Kjo derë emergjente, pjesën ku përshijet që e zbrast për para, këto vendoset një xham i kaletën, edhe sistemi i dorëzës antipanik. Se nëse ndodh një zjarë, ti vi që shnysh derën, kjo qilet automatikisht vetë. Nuk ka nevoj as për qirës, as për kërgjon. Po këto, për qaj e porosisin ma shumë? Kjo ma shumë shkon në për objekte. Në për banjesore, përdoret në për depo, ku bëhet furnizimi i materialit me hije me dalë, kjo që antipanik, përdoret edhe për qatone. E ta shumë përdu me pytë sa kushton i kësi dere? Kjo zakonisht ma e thjeshtë që kjo, e ka çmimin fillestar 500 euro. 500 euro, do më thonë një dere blendu? Një derë. Ndërsa kjo që emergjente, kjo shkon 700 për pjetë. Paguhet mjaftueshëm sa bëhet në shtapunta, ose nuk po e di që shkon procedura e saj, qysh sigurohet, qysh prodhohet një derë blindume ose një derë emergjente? Mbrapa neve, londa e parë lamarina, që lakohet prejet, krijohet dera, qysh tash pak ma herët, në brendit sajna, ka knauf, ka leshguri. Edhe kështu pastaj shkon procedurave tjera dhe prodhohet. Shkon, po. Pastaj, sa kohë merr me prodhu një derë tillë? Një derë tillë përafërsisht shkon 1 orë. 1 orë? 1 orë ku shkon dhe i krijohet një derë. Na pa ashtu kjo e pa përfundune, që shpëshijet, se na kjo tekrar ka me ardhë në punë për më ngjëros më plastifiku, si pas dëshirës të klientit. A keni konkurencë në këtë lami? Në që tonë kena shumë pak. Shumica i bini import për Shqipnijës. E kjo 100% vendore. Po pse mendon që keni kaq pak konkurenca, nështë do shumë puna, apo do zanot, sikur krejt bizneset e tjera, pse mendon që nuk ka shumë konkurencë këtë lamin e juj? Kjo punohet në cilësi shumë të saktë. Nëse e banjsh një gabim pak ma të vogël, kjo e testu një që shtash, ma të 5 minuta,
Po ashtu e kena vullën, e kem vullën ceje. Tash ti kosh e bëjsh një gabim pak më të 1 milimetër për shembull, gabimin më të vogël, ti mund me pas dëm shumë të madh. Po, edhe për këtë arsye njerëz nuk e dojnë ashtu këtë punë dhe jeni ndër të paktit në këtë lami. Po këtej pastaj këtu na tregove që bëhet plastifikimi, ato kornizat vendosen për dyrë apo ka dikush këto shërbejnë për dyrë në shtëpia, në dhoma. Okej. Kjo normal çush po shihet si ngjyrë hiri, si e hjemt. Ka klient thot më marru çështo e ngjyrosi unë vet. Ka dikush po i më morë me kësi sen e thët më bon gati ketë, më ngjyrës ti, unë ja plastifikoj. Ngjyra e plastifikune 90% maj mirë se ngjyra me dorë. Po, çfarë ngjyre? A e ka se unë po shoh veç të njëjtës ngjyra? A mundet mu bë edhe ngjyra tjera apo? Ngjyrë të bardhë, ngjyrë të zezë, ngjyra antracit, hiri, e kuqe, gjitha llojet e ngjyrave bëhen këto. Po ashtu ki ngjyrë del potolu si livorja portokallit. Cila ngjyrë është më e kërkuar ndoshta? Më e kërkuar antracidi, e zeza edhe e bardha. Ç'a kena me bë tash? Sefte që shtash pak më herët, cikli i dytë i punës, vazhdon te kjo maqina këto, ku e krijon formimin ku ka me nejt guma, për më mbyll dera, për me parandalu zhurmë. Tash, pek kësaj, vazhdojnë atë kjo tjetra. Kjo kompjuteri pjesa kryesore e maqinës. Po këto ç'a janë? A është cila? Këto i kam këtë ciklet e punës që i kam të regjisune, për shembull, korniza metalike për derë gjermane, korniza metalike për derë slovene. Cili është dallimi mes derës gjermane dhe slovene dhe këtyre tjerave që i ke? Dera është e njëjtë veç dimensionet lujnë. Dera gjermane për slovenës lujnë, puna të baglont lujnë 2 cm. Njona i ka pak më nalt, tjetra i ka pak më poshtë. Do me thonë bagloma kur vendoset për shembull qëto, Slovenia i ka qëto, Gjermania i ka 2 cm pak më poshtë ose më lart. Po është edhe në përdorim kështu, për çfarë lypin është apo thon kështu gjermanën edhe slovenën? Jo, diku siçilli e ka dëshirën e vet. Po. Na normal kur ta marrojnë këto i marrojnë keq ka bën marrojnë keq me porosi. Okej. Na nuk jena një firmë për shembull vish me marru me lon, se kjo sanë ndihshme. Për shembull marrojnë ana, po ka shansa mos më shit që kjo. Edhe duhet me majt mavakit 2 vjet, 3 vjet duhet me nejt deri kur të vjen puna me shfrytzu çeton dikon tjetër. Edhe tana kur shkojna në për shtëpia, në për objekte, shkojna i morrëm mosat vet, e vjesëm klientin a dush derë slovene, a dush derë gjermane, ose derë 46 mm, dera 46 mm, kur të mbyllet dera, del përpara komplet arrash. A Slovenia, Gjermania e mbyllish, del një 1 cm del pak më trash përpara. Po tash te kjo hapësira këto, ç'a kena me bë? Tash kena me laku çeto, me kriju ram. Një pjesë të ramit. Qështë tash kjo mënyrë automatike. Që? Lakesa parë. Mosat mbrapa lujnë vetë në mënyrë automatike që janë programune vetë, nuk ka nevoj me a japë mosat 1 herë, 2 herë, 3 herë sa të ka nevoj. A janë rëzikshme se pajisja
Ke bo këtë punë, këtë prerje, këtë larpjesa. Kjo, maqin që shtash ka kushtu 250.000 euro, kjo i ka senzorat. Po, është e sigurt. Po. 15.000 euro në ka kushtu veç ta senzorat, që nëse ishtina gishta qëto, kjo në mënyrë automatike ndalet vetë. Do më thonë aqë sigurt, Po. to sa që nuk e rrezikon as jetën as... Nuk e rrezikon jetën. Senzorat janë programuar, janë të lëshuar në mënyrë automatike, që shtash bëhen. Do më thonë kjo ardhë kështu prej... Pe lëndës parë që shke drejt, në ardhë në këtë gjendje. Cila është procedura e radhës? Kjo ta shpek këtu mshit, kena me vazhdu me një maqin tjetër, ku e banë prerjen 45 shkallë, pas atyshit vazhdojna në tavolinën e punës ku ka mu shfajsit. Edhe krijohet rami. Do më thonë dashnar, kjo është dera e blindume, që është edhe kundër zjarrit, Po. edhe kjo tjetra është Dera emergjente. dera emergjente. Dera kundër zjarrit, saktësisht për ku e kërkojnë ma shumë, për çfarë përdoret? Dera kundër zjarrit shkon ku dhoma e kalldajes. Po. Ku nxemja qendrore. Shumicën e rasteve përdorin në për objekte që e bojnë dhomën e rrymës elektrike. Po. Se edhe tek rryma elektrike ka shansa që krijohet zjarri. Bërë instalimi mirë i rrymës elektrike, merr mos edhe kablat e dopta mujnë më konë, merr mos kallën edhe kjo përdoret edhe te dhoma e energjisë elektrike. Falem edhe sa e sigurt edhe sa i qendra zjarrit, po kjo tjetra dera emergjente? Dera emergjente përdoret në për objekte, në për spitale, në për shkolla, në për depo të ndryshme të materialeve, furnizimit të materialeve që janë një medialje, kjo antipanik, veç kemi shty derën hapet. A ka pos në rast ku nështë s'ka funksionu që duhet apo jo, jeni të perfekt? Në punën e bojmë cilësi, mujna me thonë 99% që e bojna për pikëmëri. Falem edhe për çmimin e tyre, po a mendon ti që është i mjaftueshëm ky çmim? Sa për mi mbulu nështë Bashkë me të kënaq, çmimi mirë jo. Apo shkoni sipas tregut, që shkon në treg zakonisht, për shkak se ti the që importohen edhe prej shteteve tjera. Po, importohen në prej Shqipërisë i bin, shumicën e rasteve i bin, vinë të na këshyrin, lypin oferta sa ne ja japëm, po i duket pak shtrenjt, shkojnë në për Shqipni. Tek ne, një çmim shumë i vogël i fitimit, edhe pastaj i duket që pak shtrenjt, e për atë arsye. E pse Shqipëria ma lirë, pra? Se pe Shqipënijës, një farfirme i merë për shtetë të tjera, i bjen Shqipëni, i marrë një kohë edhe pastaj i shetë kishe janë të Shqipënisë. A në fakt nuk janë, ato janë import në Shqipëni përsëri. Po. Edhe ti ju falë që gjithë shka e bëni me përësi, nuk e lani me qëndru në është këto. Po, hajde vazhdojnë adhen. Na falem për fillimet e juja dhe krejtë edhe pa tjetër që si çdo biznes i keni pas edhe sfidat e juja. Po. Cila ka qenë sfida ma e madhe në biznesin e juj? Prej fillimeve dhe i sot. Sfida ma e madhe me dalë në treg sa më shumë, me mujtë me bloku eksportet që vinë prej shtetet tjera. A keni dalë me i bloku nështë sa dhe pak? 90% po. Po ashtu kena kërkesa edhe të eksportit në Zvicër. Normal ajo pe shqiptarve, pe pjesës tonë, ka dikush në Zvicër në Gjermani, e ka shpinë të i maru në i lyp kornizat metalike, i lyp e njeve. Dashnar ti një djalë i ri, edhe pa tjetër që e ke trashëgu biznesin është edhe këtë zanat, për thëmë kështu prej familjes tone. Po vetë ti, a ke dosh nëjherë, a ke pos plane me shku edhe me jetu nështë jashtë Kosovës? Kur jo. As njëherë s'ka përgjë? As njëherë. As nuk e kom qu në men, as nuk e qej. Cila është arsyeja për shkak se çdo i ri nështë pak me provu e ka atë dëshiren? Ku du shko në Zvicër në Gjermani shko, po si vendin tamë nuk o. Babën e nonën nuk e kia atje. Që të punë që e bojnë ana në Kosovë
janë një dy firma shumë të vogla. Normali kanë marrë hapat për njëve, ka raste kanë pënu të na kanë dalë, kanë desh me bon diçka vetë, me zhvillu diçka vetë, po emnin që kena na nuk e ka kërkush. Po, nështë tri që po dojnë me dalë ka që shumë krejt në regullë, se cili si pas dëshirës të vetë, po sa ja kishë ofru një rrugë fillestare nështë dikuj që do me punu këto të ju? Fillestare 800 euro. 800 euro me gjitha sigurimet e këto të më të... Po, sigurime, kontrate. Tash, që shdonin? Po, ka munges punëtorve dhe jeni nështë keni nevoj për punëtorë? Nevoj, mujna me thonë, mas pakti, biznesi jonë ka nevoj për 4 punëtorë. Për 4 punëtorë? Po. Folëm edhe për investimet, po besoj që investimi që është bërë këtu e ka prejke edhe milionshin. Bash milionshin jo, po mujna me thonë që... 500-600.000 euro, po? Ofër 800.000. 800.000. Me tokë, me konstruksion, me fabrikë, me makina, me ketë, mujna me thonë që unë 800.000 euro. Aja ka vlejta, kur parashiet mi nëzirë, ose a i keni nëzirë në shtafe thëmë kështu? Gjësa. Gjysën i keni? Po. Ju e bëni edhe montimin? Po. Këto e marojnë na, po ashtu e bëjnë edhe montimin. Korniza ma e lirë unë 120 euro, po ashtu unë e përfshin edhe montimi i kornizës. Montimi i kornizës bëhet për i stafit tonë, për i monterave që janë në teren janë 3 veta. Prodhim janë 3, do me thonë 6 punëtorë janë krejt. 6 punëtorë në këtë firmë në shta ka që të madhe. Po. Kështu edhe po thotë që janë mjaftueshëm, po prapë keni nevojë për shkak se në shta zgjerani edhe punën më shumë edhe krejto. Kena nevojë që shtash që kena plastifikimin. Për shembull 3 veta në fabrikë që jena nuk mujna edhe me marru korniza metalike ose edhe dyre emergjente ose edhe dyre të blinduar me marru, po ashtu në të njëjtën kohë me plastifiku. Edhe për plastifikimit kena kërkesë të madhe. Dashnar edhe një mesazh kritikisht fundit për gjithë ata që shikojnë këtë intervistë. Mesazhi unë se këtë që tonë shka e pabë u bo me punë edhe me përkushtim. Sa më shumë punë, qaq më shumë cilësi, korreksi edhe po ashtu një mesazh për trit, mos ta lëshojnë vendin e vetë se nëse je interesuar me punu, mos me punu edhe këtu, mos me arritë edhe këtu diçka. Këtë që tonë shka e pabë u bo me Kosovë. Sa më shumë suksese juve edhe faleminderit shumë që e prezantove punën e juaj edhe gjithë prodhimet që i bëni këto. Faleminderit. Faleminderit për juve.